Mitrovica e boletinit ka dal hokesh ty Albini. Se janë kon terrorista plot, kret ma ndryshe frymon sote. Fyt për fytuj, shku me shkije, jav ke boshëm, mirë me dije. Se këven ka trima halja, për Kosovën presin me rojë. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina Frimbunjaku. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijet me snajpere. S'ko mo bonda, as dinar me ty Albini mi krenar. Se t'flet puna edhe vepra si në luftën ri me letra. Shtetiri demokratik, cep me cep i thojnë republik. Albin Kurtin sa e kem gjall, kur armikut mirë s'ka me i dale. Shtetiri jem demokratik, cep me cep bacimus republik. Albin Kurtin sa e kem gjall, kur armikut mirë s'ka me i dale. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina Frimbunjaku. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijen të frimi me shok me snajpere. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina Frimbunjaku. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijet me snajpere. Bravo. Altini nuk ka rreshë plak. Jo, unë ndjehemi skandalizuar, në vend që të bëhet kënga për heroin që jep jetën për Shqipërinë, më fal për Kosovën, jepet bëhet këngë për Albin Kurti me emrin e tij, po kjo s'ka kutri. Kjo është e tmerrshme. Po Albin, ai duhet të bëhet këngë për heroin që dha jetën për Kosovën, që është një hero i madh dhe bëhet këngë bashkë me Albin Kurtin, po kjo është tmerr. Okej, a bën më fort? Po, bën. Okej. Albin Kurti para Frimbunjakut është hero i kumbit. Pse? Hero gjallë s'ka, zakonisht. Po, ka, unë jem hero i gjallë. Kom thonë gjithçka ka kum pas mundsi, pse jam gjallë, po do ka më myt mua. Albin Kurti është hero i gjallë. Ka dhënë gjithçka për këtë vend. Albin Kurti është i jepet edhe sot. Domthonë Frimbunjaku ka dalë në teren, on desh me Serbin, është për Fatos Nanon. Na më shumë bidojmë njerëz që shkojnë të vdekun apo për Ilir Metën, për shqiptarët e Shqipërisë, që ka radhë dëshmorë në Kosovë, me Rambon, me Veselor Uqi. Përmendë shkallë ministri. Po. Kjo skandal, kjo nuk ka kutri. E dëgjove që thash. O si me Bokong, për Pandi Majkon dhe herojt shqiptarë që kanë vrag në Kosovë në vitin 99. Kjo është turp, kjo është skandal. Pse Albin Kurti nuk e ka vizitu, tha ma herët edhe visuni Recep Selimin. Recep Selimin nuk ka dash me vizitu hesh. Pse? S'ka nevoj. Pse? Recep Selimi me gjithë ata është. Recep Selimi me gjithë ata është
Ty e kryeni përgjithësi që e kanë, si jenë konë shtapi përgjithshëm, jenë konë shtapi përgjithshëm këti veni, edhe për mbrojtjet athet, ata jem të realizum, nuk ka nevojë Albin Kurti vishtë me mbrojnë kufit, let ma i disë ushtrin, let ma i disë policin, let e ngon popullin, mos të traton ka uzën time, është heroi im i gjallë. Faleminderit shumë. Po, faleminderit edhe për ti. Jemi minutat fundit, avokat kisha pas dëshirë një mesazh për anës tonë. Jemi para zgjedhjeve datës 7 qershor. Nëse mundesh ka kamera kënej me u drejtu se kisha dashur groplan veç Altinin se e ka po. Gjykoni se çfarë i ka ndodhur Kosovës të 6 vjet për mirë e për keq, bëjnë çik llogarit se ku do jetë ardhmja e fëmijëve tuaj. Do jetë në Kosovë apo do arratisen dhe ata si prindrit e tyre dikurshëm, kohën e komunizmit jugosllav, e do ikshin në perëndim. Mendoni që po shpopullohet Kosova. Kur t'jepni atë votë, mendoni, çfarë e shpopullon Kosovën? Ekonomia. Kush po ja bën ekonominë, si po ja bën? Thjesht me nda pensione apo me bë biznes? Ekonomia do biznes, do investim. Para në Kosovë është bloku. Dhe i mesazh për gjithë çunat e ri dhe gocët e reja të Kosovës. Hajdini në Shqipëri, bashkohuni për protestat, për të rrëzuar armikun e shqiptarëve Edi Rama. Na shpëtoni bashkë me ju, bashkë me ne, ta shpëtojmë Shqipërinë nga e keqja e madhe që ka zonë. Do të gjitje për avokatit. Unë ju falenderoj shumë, mu sa e dhave mesazhin. A gran a ki diçka për fund? Po kam bacemu s'ka diçka, edhe unë po tham që në të punojnë mirë se populli javë tregon venin. Po, a? Populli javë tregon venin. A kom jam ka Edhe që ata çka thash, edhe kum thonë me përgjithësi, unë nuk jam kundra Sali Zybës, as kundra as një partije. Tamam puna, po. Unë jam kundra se ai është një djali, një prindit që unë nuk e kum njoft, po një djali, një prindit shumë të mirë, ai nuk ban me bon kësi gabime. Pse ka bon me umu edhe me tjerë, nuk e di. Bacamu se thanë fillim, sekuritasi on për këtë punë. Sekuritasi do të më Po e vërtet. E kështu që respekt për gjithë juve, respekt edhe emisionet i ki shumë qellume, shka folin mrapa pse pi shikojnë. Pa ta është më i shikueshmi emisioni jëtë. E kështu që kështu respekt për gjithë juve dhe kështu që ju përshëndes edhe musafirin, mas mbrëmi mund 2 sene ka kënaqur në shpirt kur tha nuk mund t'i baj pa di thani çlirimtarit. U emocionova, edhe tash tha qoj hajde në protesta, ta rrëzojmë regjimin e Edi Ramës. Shumë të kërizë, bërë një, edhe shtu. Hadi shkurt. Një, po shkurte, Edi Rama e ka zgjedh populli, 80%. Që popull që kë popull e ka zgjedhë? Po qa zgjedhësh Mas ma bën këton, mas ma bën këton. Pa te s'ka zgjedhje, mor. Edhe në Kosovë ka zgjedh populli Albin Kurtin. Une rrështohem mas Albin Kurtit edhe mas popullit. Edhe në Shqipëri, jo në Shqipëri mas popullit rrështona. Populli verdikti e ka zgjedhë. Populli ka dalë në rrugë, me. E ka zgjedhë verdikti. Nuk ki drejti me on 80% që një shqi. Nuk ki drejt. Po nuk janë 80%. A 50%, a janë, nuk ki drejti me thonë, nuk ki drejti me thonë kur populli verdikti e ka zgjedhë. Edhe Edhe në Kosovë ka zgjedhë, edhe në dashti, prej Albin Kurti.